I kanë këpuç presit, ka thonë, thuni aty e njerëzve që nuk i bojnë punë për hir të Allahut, nuk i bojnë me sinqeritet, mos të lodhen. Dëgjoni njerë, thuni, jepni këshilla, sugjeroni ata njerëz, ti nuk e di, po thuaj kështu publikisht, ata që akoma nuk janë sinqert në veprat e tyre, mos të lodhen, mos raskapiten. Hiç mos ka nevojë me bëve, po një vepër tak sinqert, një vepër e vogël e vëllezër, nëse ka sinqeritet te Zoti zmadhohet. Ka thonë një dietar Abdullah ibn Mubaraki, rubba me amelin saghir yu'adhimu niyah, ndodh që një vepër, një projekt i vogël e zmadhon dhe jep sens, kuptim të madh, njëti sinqeriteti për ata që ka bërë motivin, ndodh që një vepër që është e madhe, është gjigante projekt, e zvoglon intenca, objektiva që se ka pas për hir të Allahut. Ndodh që njëri bën punë gjigante, po nuk e ban për Allah, e ban për deklarum, për prapavi tjetër. Kjo është e rrezikshëm. Allahu na beqatof me sinqeritet, edhe në fjalë, edhe në vepra, edhe në zemër. Çdo kush do të më mënu para se më flet, se nuk e di njëri kur e ka fundin. O Zot, a thua vallë gjatë ditës unë për çka kam vepruar, pse jam fal, pse kam agjëruar, pse kam lexuar Kur'an, pse kam çajt, i respektova nanën, babën, i dula ndin filanit, e për krava, fola fjalë të mirë. A e pata qëllim për hir të Allahut ta kënaqë Allahun, apo ta kënaqë egon tema apo të tjerë? Allahu na fal, Allahu na baft brendshme më të mirë se të jashtmen, Zoti na i baft veprat më të mirë se fjalët, Allah na i baft ahiretin më të mirë se dunjan. Allahu ju nderoj për dëgjimin dhe sabrin. Walhamdulillah.